بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين Lavdrimet dhe falendrimet I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë, ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, më lejoni t'ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, begatia Allahu qofshin mbi juve të gjithë. Gjithashtu I përshëndesim edhe ata të cilët na ndjekin nëpërmjet rrjetit social. Allahu xhaleshanu I shpërblet. Të nderuar dhe shumë të respektuar, sonte do ta kemi shenjën e fundit të këtyre shenjave që kemi filluar. Nëse I mbani mend, kemi filluar prej shenjës së parë, edhe tash e kemi shenjën e fundit, që është zjarri që I turbon, I grumbullon njerëzit në tokën e mahsherit. Është një temë interesante që çdo besimtar duhet kese njohuri rreth këtyre gjërave. Por as shkak edhe ne kemi filluar që të kemi pak njohuri rreth këtyre shenjave të mëdha, edhe pse u munduam edhe ato shenjat e vogla nëse u përkujtohen, vetëm si leximi bonëm, sepse që na duhet shumë kohë për t'i komentuar apo për t'i trajtuar, edhe atë jemi munduar një nga një prej atyre që sadokudo, si thamë, të keni pak njohuri rreth këtyre çështjeve elementare të këtyre shenjave të mëdha të kiametit. Pasi që tregum se ky zjarri është prej shenjave të fundit, mirëpo do shihni se ka një transmetim tjetër që thotë do të jetë shenja e parë. Mirëpo do të mundohemi dietarët që I kanë afruar për shembull në atë komentim, në atë hadithin e parë për shembull që transmeton të Hudhejfja, nëse u përkujtohet dhe shenja që I kemi treguar atëherës, edhe tregum se kjo është shenjë e fundit, tash që kum trajtuar, do të jetë shenja e fundit. Mirëpo transmetimin e Enes ibn Malikit nga Abdullah ibn Selami, kjo një transmetues, këtu kur e pyesin pejgamberin, e tregon pak më ndryshe. Po do të mundohemi në atë hadithin e parë edhe në këtë ditën ta shohim dietarë si e kanë afruar që mos ketë kontradikt njëna me tjetrën. Edhe ato do ta trajtojmë sot, inshallah, sipas haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Siç thamë se është një zjarr, nuk është sikur të zjarret ne që do t'i kemi, se ka zjarre ndryshme.
do të ketë kje zjarre për shembull këto vulkaneve që këto zjarre të vulkaneve mund dalin edhe jashtë tokës, do thotë se, mirë po edhe janë brenda në tokë. Unë pash një video se bashkë ku do del ki zjari, kishte një vulkan aty. Tash dietarët shkojnë nga ajo se nuk pajtohen sa do t'jetë vulkani. Kjo do t'jetë zjarr, ama një zjarr i veçantë. Zjarr i veçantë. Kjo do t'hecë. Bile tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, thotë do t'hecë sikur devja që e ka kamën e thyre. Dhe thotë se çfarë sot do t'hecë nga dhe. Por pse? Do të tregojmë pak më vonë pse do të vëjë deri te ajo. Shohim hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thotë nuk do të vije, sepse interesant thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thotë nuk do të vije dita e kiametit, nuk do të ndodhe dita e kiametit, derisa dalë një zjarr nga Jemeni. Do të thonë Jemeni i sotshëm që është ndër luk të Saudisë. Do të dalë një zjarr nga Jemeni që thot njerëzit do t'i tuboje prej lindjes në perëndim. Prej lindjes në perëndim. E tash ku aludohet se prej lindjes në perëndim. Do të thonë prej Jemeni do t'i marrin popullin, njerëzit, edhe zjarri do të hecë me ata, do t'i çojë deri në perëndim. Tash perëndim, dietarët na kanë treguar se ku është ai perëndimi. Perëndimi do t'jetë që aty mahsheri ku do të bëhen në ringjallje. Mahsheri do të bëhet në Sham Sherifi, kanë thënë përpara. Sham Sherif, ndoshta e dini se cilët shtete përcillen atë, ose përbohen. Sham Sherifi është, do thotë se Palestina e sotshme, Siria, Libani, Iraki, edhe një pjesë e Iranit. Do të thonë, këtij vendit i thym Sham Sherif. A kështu bukfalisht, nëse shkojmë Sham i kanë thënë Siris apo Damaskut sotshëm, që është ky qyteti i Sirisë. Do të thonë, kjo është ai perëndimi që e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, prej lindjes njerëzit do të shkojnë, do të ecin deri në perëndim te Sham Sherifi ose do thotë në Damaskun e sotshëm, paraforsisht ne që i tregoj. Do të heci atyre, do të heci disa me vullnet do të heci, një grup, ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i dan 3 grupe. Një grup do të hecin edhe ato me mjete, udhëtimi, mirë po, do të hecin vullnetarisht. Do të thonë, sa kanë fuqi, ç'është do të hecin. Një grup tjetër thot do të hecin me mjet. Mjetin në atë kohë, kur do të vëjë, do të thonë, kjo shenja e madhe, do të jetë mjeti prap do të kthehet në atë kohën e vjetër me deve. Por grupin e ditë, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, dukush do i hipe deves me një verë. Thot do kise, thot, me një deve 2 veta do i hipi. Me një deve thot do i hipin 3 verë. Me një deve thot do të hecin 4 veta, edhe njëna që e thot, me një deve thot do të hecin 10 veta. Më thonë, për shku në këtë Shami që thamë, në perëndim të kësaj të lindjes që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të grupet që do të heci e treta grup, do të hecin ngadales, mirë po, duke i dëbuar zjarri për të hecë. Nëse thot njeriu do të ndalet, edhe zjarri do të ndalet. Nëse flen, thot, zjarri do flejë edhe atë do ndalet zjarri. Njerëzit kur të zgjohen, thot, prap do vazhdojnë të hecin, njerëzit deri të arrijnë te vend tubimi që është, do thotë se për njerëzit në atë kohë. Mi po mund thotë dukush,
po pse bash në atë vend të bimi në Siri, në Damask? Dietarët shkruajnë ka ajo se ma siguria e njerëzis në atë kohë do t'je se vetëm Shami. Në këtë shtetet tjera nuk do t'je se siguri. Në më thonë, pse s'ka siguri, ki zjari do t'i mare edhe do t'i vend të bimin do t'a kenë në Damaskun e Soqet, apo në Shamin që i thujnë atëherë. E tash, e tregu pak pare se edhe shpejtësia edhe asaj zjari nuk është një zjari i vogël. T'jeni të bindur se është një zjari i madh. Mund të themi se është vetëm shash një zjari i vogël, para mendoni do ta përfshijë këtë tokë. Sa që këtë toka që e kemi ne, sa ka si përfaqen e vete, e do t'i përfshijë krejt tokë. Edhe njerëzit krejt do t'i merë edhe do t'i tubojnë në atë vendin që thamë ne në Damaskun e Sot. Mirë po, për këtine haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo është shumë interesant që na tregon, që e thash pares që përmirda, ma nuk e vazhdova, është hadithi i Enes ibn Maliki. Enes ibn Maliki e transmeton këtë hadith, këto janë transmetime të forta, të jeni të vidu, janë muslimit edhe të Buharius. Tash që dhe ta potencoj këtë hadithi, kjo është e Buhariut. Në kanë që e transmeton edhe në transmetime autentike. Nuk ka dyshim këtë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E thot, Enes ibn Maliki, thot, e pritëshin pejgamberin të vej shpërngulje. Për Mekës në Medine, kur e boni shpërnguljen pejgamberi alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Selami, aja ndese kish pranu Islami. Ishte qifut. Mirë po e prit të pejgamberi kur do vijë. Me ardhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i del përpara Abdullah ibn Selami edhe i thot, o pejgamberi Allahut, kam një 3 pyetje. Ti parashtroj se s'ka njeri që mund t'i jape përgjigje këtine pyetjeve, përveç teje, më thamë përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është ai interesant, edhe ki ala se kish pranu Islamin Abdullah ibn Selam. Mirë po, i kish pregatit 3 pyetje që t'ja bëje pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndoshta e ka pas ta vërtetoje sa është pejgambera jo. Sa jera pa pranimin e Islamit i parashton këtë pyetje. Thot, pyetjen e parë, thot e kom, cila shenjë e madhe do të del para çastit kiamet. Thot, e dita, thot, cili ushqim, apo çfarë ushqimi banorët e xhenetit do të ushqehen. Ushqimi i parë që do të hyjnë njerëzit në xhenet, çfarë ushqimi do të ketë banorët e xhenetit. Edhe e treta, përse fëmija herë i ngjason prindi, herën tjetër i ngjason nanës ose dajës. Të 3 pyetje bën Abdullah ibn Selami, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, normal se këto janë pyetje interesante. A edhe kjo është edhe për ju, se këto që e tregon dietarët që e tregojnë këtë dia që i thash në fund nuk i potencoj. Pse? Kur është pyetja, për shembull, për cili ushqim do të jetë ushqimi i parë për xhenetlik, edhe për këtë ngjasimi i fëmijës. Edhe ne e përdorim pak. Fëmija kur lind thot i gjan babas, dikush i thot i gjan nanës ose dajës. Por afërsisht këtë i kemi ne edhe si thash e theme kur linden fëmijët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vjen Gjibrili edhe ja mëson këtë pyetje.
t'jape përgjigje. Kur e ndëgjon Abdullah ibn Selam i thot, po ki Gjibrili thot, ajo radhitja e melaqeve, thot Gjibrili është e kundështari qifutve, i jahudive. Në më thonë është ashtu e tregon ki Abdullah ibn Selam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, shenja e parë e qastit para kiametit, thot është zjarri që do të bojë njerëzit në vend të bimin në Damask. Thot ushqimi i xhenetit që do ta hanë banorët e xhenetit si ushqimi i parë është, thot, yndira e mëlçisë së peshkut. Dietarët kanë shku ka jo peshkut balenës. Balena pas ka një yndyrë ashtu të mëlçisë, edhe do të hajnë për ati ushqimit ato banorët e xhenetit. Ushqimi i parë. Por shembull tregon edhe ushqime tjera, mirë po, ki e pyetën pejgamberin alayhi salatu wassalam se ushqimi i parë si është. Thot ngjasimi i fëmisë është pakës për të martuarit, dhe ta kuptojmë pak më tepër. Thot martesa e burrit edhe grua në marrëdhënie intime, thot nëse burri sekreton para gruas, thot do t'i ngjasojë, thot, babës. Nëse në marrëdhënie intime, thot sekreton gruaja para burrit, thot ngjasimi i fëmijës do t'jese nga gruaja apo nga daja. Çka kuptojmë pikë kësaj, do të thonë pikë këtij hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këto e në shkencërisht mund zbërthejnë, se Allahu xhaleshanuhu sot që përdoret shkenca janë dhënat e disa haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Apo për shembull që kanë marrën dietarët shkencëtarët e mjekësisë, shkencës mjekësisë. Baza është në Islam. Kitë shkenca e mjekësisë që sot përdoret, baza është në Islam. Këtë jeni të bindur. Jo se kanë shpika do të nise. Është Ibn Sinaja, që ka qenë alis kanun i mjekësisë. Dhe thotë se shumë dhëna kanë marrën prej shkencëtarëve muslimon kitë lëmi shkencore. Jo vetëm kjo. Kitë lëmi shkencore, bazën e kanë në Islam. Pse ne kina merë në basë, ajo tjetër e sa. A baza është çdo herë ta keni të bindur të shkencat eksakte, shkencat matematikore, shkencat astronome, për shembull, këtë gjëra, keni të bindur se bazën e kanë në Islam. E tash ku thëmë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam e tha se shenja e parë do të jetë zjarri kur do të del në Yemen. Tash, nëse shkojmë hadithet të shohim, vëjnë kontrast. Pse vëjnë kontrast? Se Hudhaifja, që e mbani mend kur kom fillu për shenjat e kiametit, ai e tregoi se ai zjarri është shenja e fundit të kiametit. Shenja e fundit të kiametit. Ndërsa në këtë hadith, pejgamberi alayhi salatu wassalam e tha se do të jetë shenja e parë. Tash dietarët e kanë afruar për shembull që mos jetë kontrast i madh rreth haditheve,
kanë shku, kanë thonë për shembull se zjarri i fundit do të jetë, mirë po, do të jetë edhe para kiametit. Domethënë, është e fundit, apo do të jetë para kiametit, se para se del zjarri prej Jemenit, thot mbas asaj ma nuk do të kesë ndodhira qera. Por do të fillojë me njëherë firja e surit, dhe më thonë me lakja, që do të aboje që vdesin kitë njerëzit. Dhe më thonë, ndodhi tjetër nuk do të kese prej shenjave, do të kese e fundit, mirë po, do të vije e para, dhe më thonë, para ditës së kiametit. Se dhja e kupton, se do thotë se nuk vëjnë kontrast shumë i madh, pse e ka thonë atje në fund zjarri, atash del për shembull e para, se e para do të jetë para ditës së kiametit. Rreth këtine zjarrit më tepër, shumë dietarët kanë hinë nga ajo se në vitin 654 Hijri ka pas një vulkan në Medinë. Ka pas një vulkan në Medinë, 654 Hijri. Edhe atë kanë mendohë për shembull se do kese diçka mirë, po me vite mëse ka kalu, më thonë nuk ka dhe thote se ma asoj vulkanesh. Por, shes djetarët, a do tjetë vulkan si thash pares, a do tjetë se zjarë, shumica e djetarëve, thunë se do tjetë se zjarë edhe i frikshëm. I frikshëm do tjetë, se do t'i përcjell njerëzit, do t'i dynt ato njerëzit, ose t'i dëboje njerëzit, që të shkojnë deri te tubimi, ajo vend tubimi, që do të ketë vend tubim në Shamin e sotit, në Damaskun e sotit. Tjetër shumë me rëndësin këtë zjarin që e përdorin, që është e përmendet në shenjat e mëdhoja të kiametit, nuk kemi hadithe shumë, se do të shëndritet, për shembull kur të dalë ki zjari, do të shëndritet Damasku, për këti zjarë. Një transmetim tjetër se thot, kur dhe dale zjarë, thot, do të shëndriten edhe qafat e deve. Më thonë, qash zjarë i madhë dhe jese, edhe dhe kese ndryqim madhë. Më thonë, shumë ndryqim madhë dhe kese, edhe këto gjënet e jonë transmetime të sakta, rreth kësaj shenjës së ditës së kiametit. Diçka ma me rëndësi rreth kësaj nuk ka, mjaftojnë çka argumente që na tregon hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe dietarët thunë, inshallah nuk e presim këtë shenjë, por thot nëse e presim, Allahu Gjeleshanut na jape fuqi. E nën besim, na jape edhe diçka fuqi t'i përballon kësaj këtine sprovave apo këtine shenjave të mëdha të kiametit. Allahu Gjeleshanu i ndihmoft atine popull që dhe ta përjetojnë, do thotë se këtë shenjë të madhe të ditës së kiametit. Allahu Gjeleshanu u shpërblet për ndëgjimin. Nëse kemi diçka